Rikthehemi sërish, edhe tashmë do rikthehemi me këshilla të domosdoshme për gjithë ju. Do rikthehemi me le të themi me një listë të gjerë me shkaqe të cilat mund të na shkaktojnë vështirësitë në frymëmarrje, ato vështirësi të cilat ne me kalimin e ditëve, me kalimin e minutave mbase, ne nuk I vëmë re, themi se ishte momentale. Por jo, në të vërtetë janë disa gjëra që nuk duhen anashkaluar apo jo Adeli. Eksakt, nuk di se kam pyetur si e me frymëmarrjen e re. Jo, me frymëmarrjen mirë jam. Ndaj Miriam, jo, pse nga që e kam rregulluar situatën, jam munduar ta sistemoj duke bërë edhe pak vrap, duke qëndruar kështu I shëndetshëm të paktën, po këtë do na e thotë edhe doktoresha se sot më duket sikur jam në konsult. Mirëmëngjes, është shumë kënaqësi që jeni me ne sot, Silvana Sadria, mjeke pneumologe, kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi për mua gjithmonë të jem për të shpërndarë informacione të rëndësishme me juve. Tani së pari, nëse flasim më gjërësisht, si kanë shqiptarët marrëdhëniet me kujdesin ndaj frymëmarrjes, se her pas here e harrojmë, nëse është aty edhe kur kemi problematika të thjeshta, ne e vëmë fajin ndoshta stresit të momentit, ndoshta diçka që I vëmë përgjigjen vet. Po nga ana tjetër majsa shihni nga eksperjenca e përditshme. Vështirësia e frymëmarrjes është një simptom që mund të jetë disa lloj sëmundjeve. Nisër nga ajo që tha Rej, që e ka stabilizuar çik me aktivitetin fizik, nuk është gjithmonë njësoj një person që bën aktivitet fizik, që pi duhan, po themi, dhe një person që pi duhan dhe nuk bën asnjë lloj aktiviteti fizik. Këtu kemi një dallim të madh të vështirësia e frymëmarrjes. Është më rënduar kuptohet ai që s'bën aktivitet fizik, sa ai që bën aktivitet fizik, do atë frymshkëmbimin e kryen gjatë aktivitetit fizik. Nuk po themi me këtë rast që pacientët që bëjnë aktivitet fizik pin duhan, po themi diferencë. Tjetër, një nga arsyet e marrjes frymës janë sëmundjet e mushkrive, po jo më pak janë sëmundjet e zemrës, janë tiroidet, është anemia, është kequshqyrja, stili I jetesës, apo edhe ankthi dhe stresi. Në praktikën tonë përditshme në fakt shikojmë më shumë personat e ri që vinë na ankohen shumë për marrjen e frymës. Dhe pas ekzaminimeve që bëjmë, kuptohet gjithmonë me sense përjashtimi, që pak rast janë sëmundjet në fakt të ankthit edhe të psikologjiket. Pastaj diferencimi, këtë do quajmë të ri, siç tham dhe më përpara, ideja është që mbi 40 vjeç pastaj janë pacientë që quhen të ri normalisht, por që në mbivendosjen e një pirjes duhani kalojnë direkt tek sëmundjet e mushkrive kryesore për diagnostikuar që pse I vjen kjo marrje fryme. Po, ndërkohë, po flisnim pak më parë dhe përmendët dhe ushqimin. Cilat janë ato ushqime që na shkaktojnë probleme me frymëmarrjen? Jo, nuk mund të them ushqime, nuk ka ushqime të këqija njëherë. Pra, ushqime të këqija nuk ekziston. Ka mënyrë të ushqyerit të keqe apo kombinimi ushqimeve në proporcionet e tyre të keqe apo të mirë. Të gjitha ushqimet janë të vlefshme, sigurisht dhe për mushkrin si për çdo lloj sëmundje, është ai kombinimi I art, proteina, karbohidrate, acide yndyrore të shëndetshme, kështu që nuk mund të thoja ushqime të këqija në këtë rast. Po kur themi për mënyrën, e kemi fjalën për shembull dhe për oraret ndoshta se ndonjëherë ose të paktën me sa kemi dëgjuar që ankohen kur fillojnë të flenë gjumë, nëse kanë ngrënë pak para sa të shtrihen, kanë probleme edhe me frymëmarrjen ndër të tjera. Kur nisemi te mënyra ushqyerjes, thash, rregulli I artë është baza asaj piramide ushqimore që ne e themi gjithmonë, proteina, karbohidrate, proteina, acidet yndyrore. Ngrënjet në orë të vona, pastaj ka hyrë në lojë jo vetëm pjesa e mushkrisë, po edhe pjesa e stomakut, mënyra aktiviteti gjatë ditës, të cilët bëjnë ngritjen e diafragmës lart dhe mund të reflektohen me vështirësinë e marrjes frymës. Kuptohet e një person obez ndihet I çik më shumë, të personat të cilët kanë pas një aktivitet të stresuar apo të gjatë, mbi ngarkuar gjatë ditës ndikon dhe ai më shumë, pra ka të lidhje më shumë të bëjë pra I gjithë mënyra ushqyerje, stili jetete, aktivitet pune në kompleks situatash. Jo vetëm një ushqim që ti hëngre tani dhe kanë vështirësi në frymëmarrje. Kuptohet ata persona që vuajnë pastaj nga gastritja apo nga refluksi e kanë më të shprehur, dhe ata janë ata që e ndjejnë më shumë. Persona të cilët janë sëmundje kronike, kuptohet kanë ndryshime të azem të vlerave të tensionit arterial që do I reflektohen me marrjen e frymës, pra shumë komplekse vështirësi. Cilat janë ato shenja, do doja të dija unë, të vështirësive në frymëmarrje, të cilat ne nuk duhet të neglizhojmë në momentin që na ndodhen. Pra sepse ka momente tek të cilat mund të jenë sporadike, na ndodh vetëm një moment edhe më pas ajo zhduket si ndjesi, por ka edhe momente tek të cilat mund të na ndodh edhe përditë një lloj vështirësie në frymëmarrje ose një frymëmarrje e zëshme, e cila mbase nuk duhet neglizhuar me kalimin e ditëve. Atëherë,
Meqenëse është edhe ky muaj nëntor është muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e mushkërive. Gjithashtu në muajin nëntor gjithmonë javën e dytë edhe tretë para pak ditëve është sensibilizimi për sëmundjen pulmonare obstruktive kronike, ku të dyja po themi, po i bashkangjis bashk, një nga simptomat kryesore kanë kollën dhe vështirësinë e frymarrjes. Kur do themi ne që nuk e neglizojmë një vështirësi frymarrje, po nëse një pacient shoqërohet me pra mbi 40 vjeç që pin edhe duhan, ka gjithmonë predispozite në vështirësisë frymarrje, ka një test që bëhet, që ne ja themi pacientëve i cili është i thjeshtë, pra quhet një test kat në gjuhën tonë, që është perceptimi se si e percepton pacienti vështirësinë e frymarrjes dhe ndahet në katër kategori. E para, për shembull, klasa e parë kur ai thotë, ne i themi nga 1 deri te 4, janë ato që ai në momentin arrin të ngjitet, pra pa vështirësi, po themi në një lartësi ose një malore në kat, ne i themi si ngjitesh deri në katën e tretë. Ja thotë ai ngjitet mirë. Kjo i tregon që jemi në stadin 0, 1 nuk kemi. Pra kur ai thotë që duhet të pushoj një herë pa pastaj ta vazhdoj aktivitetin që po kryej, kemi stadin 1. Në varësi të kësaj, pra të vështirësisë që ai është, ka stadi 4 ku ai nuk lëviz dot dhe nuk kryen dot as nevojat e veta. Pra vështirësia e marrjes për pacientin është një lloj perceptimi. Atëherë ne gjatë pyetjes dhe marrjes së anamnezës insistojmë për të parë nga vjen kjo vështirësi të frymarrje. Dhe duan pirë, si thash, ata që pinë duhan, zakonisht kur kanë mbi 3 javë që kanë një kollë e cila nuk po ikën, ne gjithmonë i këshillojmë pacientit që jeni detyruar të paraqiten tek mjeku familjes apo mjeku specialist për ta diagnostikuar këtë lloj kolle. Jo çdo vështirësi frymarrje ka të bëjë me spokun apo me kancerin, pra vështirësi frymarrje dhe një gjendje virale, një gjendje gripi. Dhe këto janë ato simptomat 4-5 ditore që kolla, rrufa, vështirësia e frymarrjes, që një herë largohen me ato mjetet e gjyshës që themi ne, çaji, lëngjet, dehidrimi, paracetamoli, por nëse këto simptoma vazhdojnë e zgjasin, gjithmonë duhet të paraqitemi tek mjeku i familjes apo mjeku specialist për ta diagnostikuar më tej.